në fakt tek Albana e tha bukur, nuk është gjë tjetër veç se njëra nga ditët e vitit në të cilën ju meritoni nderim të përditshëm, të përorshëm. Duhet të rikujtoj. Duhet të shpreh një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të gjitha grave dhe motrave, vajzave, demokrate, të cilat me ndihmesen, me guximin, me qendresën e tyre janë fibra kryesore e opozicës shqiptare dhe e Partisë Demokratike. Kontributi i juaj, kontributi gruas shqiptare është i shumë fisht krahasuar me kontributin e burrave, djemve, dhe ky është një realitet sot. Sot, në Shqipëri dhe mbar botën, e përsia intelektuale e vajzave dhe e grave është definitivisht e konfirmuar. Sot, në Shqipëri dhe në mbar botën, eficienca e tyre është definitivisht e konfirmuar. Sot, dhe kjo ka qenë gjithnjë kontributi i tyre në zhvillimin e një shoqërie, ka qenë rreth 2 herë më i madh se sa i burrave, sepse ju përballeni në 24 orë me punën në profesionet tuaja, por përballeni edhe me punën në familjet tuaja, e cila është një kontribut real për të gjithë shoqërinë dhe një kontribut thelbësor nga atë çka një shoqëri krijon, të mirat që krijon. Në këtë kuadër, detyrimet ndaj jush janë të pakufishme. Përsëri nuk duhet harrojmë se muri i patriarkisë është dhunuesi më kryesor i të drejtave të njeriut kudo në botë. Në Shqipëri, por kudo në botë. Betejë kundër këtij muri është betejë më fisnike. Është betejë më e rëndësishme e njeriut për barazi, për dinjitet, për të drejta njeriu. Ky mur 5000 vjeçar nuk shembet në dekada, ky mur duhet shembur dhe gratë, vajzat, të gjitha ata të cilët besojnë se në forcën e jashtëzakonshme dhe rolin e tyre të jashtëzakonshëm në familje dhe shoqëri, duhet bëjnë gjithçka që këtë mur ta zvoglojnë çdo ditë më shumë. Ju garantoj se betejë me këtë mur ka qenë dhe mbetet një objektiv shumë i rëndësishëm në objektivat më kryesor të Partisë Demokratike. Pa vendosur barazin midis burrit dhe gruas, vllaut dhe motrës, nënës dhe babait, shoqëria s'mund të jetë kurrë një shoqëri e drejtë, një shoqëri e parimeve dhe idealeve të larta njerëzore. Por në Shqipëri sot, ajo që përballet më shumë me të gjitha të këqijat e këtij regjimi është nëna, motra, gruaja dhe vajza. Ky është realiteti i trisht.
Për të gjithë ne, para syve tanë, kombi që nënat tona e sollen në shekujin dhe mbi vjeçar si kom shqiptar, po tretet, po shkon drejt shurjes të pashmangshme. Dje ne kishim një takim për arsimin. Nga 800 e 1000 fëmijë që kemi, nxënës që kemi patur në arsimin para universitar në vitin 2013. Në vitin 2025 kemi gjithsejt 405.000 fëmijë. Pra, në një harë kohor 10 vjeçar, 11 vjeçar, ka një rënje prej 29.4%. Zbashku me këta janë para universitar. Në tërësi dhe familjet shqiptare po ka që janë largue. Pra ka një shurje. Përpjekja e njeriut për një jetë më të mirë është një përpjekje fisnike. Dhe asgjë më shumë se sa jetë e keqe nuk i largon shqiptarët nga Shqipëria. Zonja paraqiti rrugën e Librazhdit. Edhe me dhimbshme, me katastrofë. Si ajo rrugë janë spitalet. Si ajo rrugë dhe më keq janë spitalet, janë shkollat, janë shërbimet. Të gjitha këto bien mbi shpatullat, mbi supet e nënave dhe motrave tona, më shumë se të gjithë të tjerët. Shqipëria është e famshme, famzez për vrasjen e grave, që nuk ka qenë e përmendi, nuk e vetë kanuni ka patur kufizimet e tij të mëdha, por gruas i jepte garanci të plot jete. Gratë dhe fëmijët i përjashtonte në mënyrë absolute nga çdo lloj hakmarrje. Kurse këtu numri grave që vriten barbarisht nga mizor, nga njerëz mizor, është 2 herë më i lartë se sa të gjithë Europën marrë së bashku. Sepse ky është regjimi mizogenis. Ky është regjimi banditëve, të cilët nuk kanë norma. Ju e patë çfarë ndodhi dje në parlament. Dhe unë duhet të denoj me forcën më të madhe, të shpreh solidaritetin tim më të madh albanës, e cila u agresua në atë mënyrë në parlament vetëm se ka përfaqësuar me dinjitet ju. Ajo, në të gjitha tryezat kombëtare ndërkombëtare, ka qenë zëri juaj i guximshëm. Kemi ndjekur kështu liderin